Përshëndetje të nderuar miq, është e njëjtë dhe jemi në Pekin me trion si çdo të njëjtë. Pra, unë jam Artani. Përshëndetje, unë jam Vera. Përshëndetje, Zana jam. Pas 2 ditësh është një fest, një ditë e Ne do bëjmë shënuar për pushim. ju. E meritoni, pra është 8 marsi, është dita ndërkombëtare e gruas, është folur shumë domethënë për rolin e rëndësishëm të gruas në punë, në familje, kudo, pra është baza, është shtylla e familjes dhe për mendimin tim çdo grua është vërtet një heroin. Punojnë shumë, për fat të keq edhe vuajnë shumë, po bota pa gruan vërtet duhet të ishte e pamundur, mund të them. Dhe më kujtojnë gjithmonë është Vejan vargjet e një poeti të njohur të rilindjes Çajupit që thotë kur vjen puna e raportet burr dhe grua, thotë burrat nën hije lozin ku vendojnë, pika që subie se nga gratë rojnë. Domethënë të them rolin e rëndësishëm të gruas, pas cilën nuk e di burrat s'mund të bënin dot fare. Tani përse të vjen turbi, më duket se. Po më vjen turbi si burrin. Jo, shiko, je përfaqësuesi më i mirë, ose të paktën është një prej përfaqësuesve më të mirë të burrëve, apo sidomos për ne se me vite bashkë punojmë edhe je shumë i mirë. Megjithatë, realiteti është që për arsye historike të realitetit, të gjithanshme, domethënë, nga arsye të ndryshme, për arsye të ndryshme. Edhe deri më sot mendoj se femrat nuk trajtohen siç duhet ose në mënyrë të barabartë me burr në shumë raste, mendoj se jo gjithmonë mendoj. Apo në shumë raste kështu akoma ndodhen, po të tillë. Për shembull kur keq trajtohet në familje ose has dhunë të familjes nga burri ose në raste të tilla, për shembull një femër kineze ku të kërkoj ndihmë nga familja e nënës apo nga shoqëria, apo nga organi juridik. Mendoj se sot, me që ka edhe 2 ditë që ne do bëjmë pushim ose për të festuar një ditë aq e bukur për femër, kështu që mendoj se ka shumë rëndësi që sot të flasim për këtë temë. Po, unë mendoj pikërisht se i tha Vera, është shumë e rëndësishme përveç prindërve, për shembull, një vajza apo një grua pasi po për fat keqësisht vuan nga ndonjë keq trajtim, kujt mund i drejtojnë për të kërkuar gjetur mbështetje apo ndihmë. Dhe kjo ju them të vërtetën simbolizon ose për mishëron pikërisht standardi ose niveli i qytetërimit një shoqërie. Po, dhe edhe statusi i femrave në këtë shoqëri. Sepse për shembull ta zëmë se në qoftë se i kërkon gjithmonë së bari familjes së vetë, për shembull, kjo varet. Në qoftë se kjo vajzë ka një familje të fuqishme, prindër, domethënë mund të ndihmojë shumë. Kurse në qoftë se vjen nga ndonjë familje jo aq e aftë, nuk është në gjendje, domethënë rezultatet e tyre në shkimi mund të jenë krejt të ndryshme. Prandaj të cilat burime shoqërore mund të garantohet në një shoqëri, kjo tregon edhe niveli i qytetërimit e kësaj shoqërie. Po. Për të mbrojtur mirë të drejtat të femrave, mendoj se nuk mund të kjo është një gjë që nuk mund të vendoset nga vetëm ose vendoset nga fuqia e pasurive të prindërit apo fuqia e vetë të femrës, po. Prandaj si në arenën ose në nivel të shoqërisë, mendoj se së pari duhet të kemi ligje ose ligj më të përsosur, më të përshtatshëm, edhe për të garantuar të drejtat të femrave. Edhe kjo është ndihma ose më e vendosur, më e qëndrueshme, edhe më e besueshme për femër. Po, se më kujtohet Vera, kemi përmendur apo jo që ligji i parë që u bë pas themelimit të Republikës Popullore të Kinës në 1949
nuk ishte kushtetuta, po ishte ligji i Bravo, Dani, martesës. Samir. Prandaj je përfaqësues më i mirë. Po, ashtu është. Po, si për shembull në Kinë ne kemi disa ligje. Dy prej tyre, për shembull, një si përmendi tani është ligji kundër dhunës familjare. Tjetër është ligji civil, do të thënë për të garantuar të gjithë të drejtat të arsyeshme të ligjshme të familjarëve, duke përfshirë edhe të femrës. Po, ashtu është, përveç ligji martesës apo dy të tjera përmendi Vera, faktikisht në Kinë femrat mbrohen jo vetëm thjesht nga ligjet të ka, edhe një përfshirje më dëgjerë nga ana shoqërore. Dhe për këtë unë e bëra një kërkim, domethënë për materiale, se nuk jam për fat të mirë, nuk kam hasur në ndonjë rast të tillë as ndër shoqërinë shoqërore të mia, kështu që bëra kërkime. Dhe edhe rezultati u habiti shumë, sepse tani mund të merr një mend. Sa organe ose sa organizata apo institucione merren me këtë çështje për mbrojtjen e drejtave të femrave? Po themja 3 o 5, diçka e tillë 3. Përgjigja është 9. 9. 9 institucione. Vetëm me mbrojtjen e drejtave të grave. Po, që kanë të bëjnë me këtë çështje. 9 institucione shtetërore edhe organizata shoqërore. Po. Mundi numëroj këtu. Ministria e Sigurisë Publike, po kjo është nga qeveria, ka edhe nga partia, për shembull, Komiteti i Politikës dhe Legjislativ i partisë, edhe gjykata, sigurisht, Ministria e Arsimit, Ministria e Punës Civile, Ministria e Drejtësisë, edhe bile Komisioni i Shëndetësisë, edhe Federata sigurisht të mbar kineze e grave. Faktikisht ka lidhje edhe zyra e punës femrave dhe fëmijëve i pranë në qeverisë kineze, Këshilli i Shtetit. Në përgjithësi 9. Zyrë të çështjes së fëmijëve dhe grave. Por tani shiko, ato me që kemi 9 organe, por ata nuk veprojnë në të njëjtën kohë. Më dini. Se atë po thoja, kemi në Shqipëri një shprehje që shumë mami e mbytin fëmijën, do me thënë duke u marrë kaq shumë mbase mos nuk janë efektive në zgjidhjen e çështjeve të grave, 9 organe. Por këto 9 organe veprojnë në fazë të ndryshme. Për shembull, zakonisht, për shembull, kur ndodh në një keqtradim të familjes, patjetër stacioni i rendit publik vepron në kohën e parë për të ndaluar. Policia, ashtu. Tjetër është gjykata, do me thënë për të shpallur divorc ose për të shpallur fajtor atë që ka kryer dhunë në familje. Po, ashtu është gjykata, po. Këto të dy, si për të ruajtur rendin publik, veprojnë më shpejt edhe më shumë. Por tjetër ato 7 të tjera që përmendi Zana, ata kanë 2 funksione. Para ndalimi edhe pas ndodhjes, do me thënë pas rregullimit, pas zgjidhjes. Nga gjykata. Po, duhet ndjejnë rezultate ose efekte të tënimit apo të mësimit, duhet, do me thënë, për një kohë shumë të gjatë, mos për të evituar ndodhje prap, tragjedi ose gjë të keq. Pra do me thënë, nuk përfshihet thjesht ajo ndëshkimi kur shkon puna deri aty, po edhe parandalimi dhe pastaj kur për fat të keq ndodhe dhe merr ndëshkimin ai, shkel, si të them, edhe pas puna, pas ta quajmë këtë. Po. Pas, domethënë, por edhe se mund të përsëritet prapë. Po, dhe kjo mund të themi se është një sistem më kompleks, domethënë i përgjithshëm, sepse faktikisht në qoftë se deri në momentin kur shkon jashtë kontrollit, fatkeqësi me siguri do të ndodh, por në qoftë që nga fillimi, kur ne themi, kur formohet një lloj atmosferë ose presion nga jashtë, kjo mund të ndihmojë
për të parandaluar ose paksimin e ndodhjes së dhunës në familje, për shembull në Ministria e Arsimit apo Ministrinë e Punës Civile apo disa sektorë që përmendat, do të zhvillonte shumë trajnime ose publicitetin për të parandaluar çështje duke treguar të tjerëve kjo është shumë e keq, do të ndëshkohet kategorikisht dhe duke formuar presion ndaj atyre që ka mundësi të kryejnë gjëra të tilla. Edhe nga ana tjetër, për shembull, ka edhe një sistem të kompleks shoqëror, qoftë përfshirje edhe Komisioni Banorëve Urban në qytet, apo komitetet në zona fshatare, apo disa të tjera që i takon organizata shoqërore me financim qeveritar, dhe ata do të vizitojnë për familje. Në qoftë se ata zbuluan gjatë punës së tyre përditshme ndonjë rast i mundshëm i keq trajtimi në familje, do të raportojnë në minutën e parë forcës sigurisë publike. Pastaj në qoftë se ndodhet ndonjë gjë të tilla në lagjen dazëmse ku jetojnë ata, do të ndjekin vazhdimisht, për shembull, edhe do të gushton vëmendje nëse kjo rast do përsëritet apo do të thonë duke ushtruar vazhdimisht. Ka domethënë presion nga shteti dhe nga shoqëria për të mos ndodhur. Po, nga shteti edhe nga shoqëria. Do me thënë, fund për fund të gjitha këto përmasa ose politika të Kinës kërkojmë jo vetëm parandarim të gjërave ose rasteve të negative, po. Edhe ndihmë të gjithanshme të shoqërisë pas ndodhjes dhe pas viktimat. Po. Do me thënë për të do me thënë ndihma e gjithanshme, parandaluese edhe si thuash edhe funksionim të afatgjatë. Po, afatgjatë do me thënë për të rikuperuar, si thuash, ata viktimat e dhunës, e për të mos ndodhur, për mos përsëritur. Po si është mundësuar, si është e mundur ky sistem kaq kompleks, do me thënë që përfshin organet ligjore, organet ligjzbatuese, organet shoqërore të tjera. Po përfshirë dhe ligjvënës, do me thënë. Po mund të fillojmë dashti më specifikisht nga sistem politike veçantë kinez. Këtu ne kemi Asambleje Popullore edhe Konferenca Konsultative Politike. Dhe këto dy gjëra si organet supreme ligjvënëse edhe organi suprem konsultativ politik ka luajtur rolin e tyre të tuhur. Po, sistemi i asamblesë është sistemi politik baze i Kinës. Edhe votuesit, mo themi, të kategorive ose të krahinave të kategorive të ndryshme, të niveleve të ndryshme. Sistemi do me thënë i Asambleve Popullore që është Asambleja Popullore Kombëtare që është organi më i lartë, po themi parlamenti, po ka edhe nivele më të poshtë, po Asambleja Popullore në rang province. Po, një pas tjetrit, edhe deri në fund të zgjidhjeve. Po, votuesit ose përfaqësuesit nga krahinave. Nga më poshtë zgjedhin ato më të lartë. Po, deri në organ suprem legislativ të Kinës. Po, edhe pastaj ky organ harton ligj për të mbrojtur të drejtat të qytetarëve, edhe të fushave të ndryshme, do me thënë. Sistemi tjetër për mendi zanë është sistemi i konferencës konsultative politike, është një sistemi tjetër politik të Kinës, do me thënë në mënyrë të diskutimit partijak, shumë partijak, do me thënë të gjithë parti të Kinës marrin pjesë në pushtimi e Kinës. Në ushtrimin e pushtetit. Po, do me thënë në mënyrë të tillë të gjithë parti të Kinës edhe marrin pjesë në qeverisjen e Kinës, në pushtetin. Po, në ushtrimin e pushtetit. Po, në ushtrimin e pushtetit të Kinës. Po, si pas prezantimit të verës, mund të atim se këtu sistem pavarësisht Asambleje Popullore apo Konferencës Konsultative ka një përfaqësim shumë të gjerë. Në qoftë se më pyetni, ka ndonjë dallim midis tyre si të veprojnë, faktikisht nga përfaqësimi ta them se Asambleja Popullore zakonisht i kushton më shumë rëndësi pjesëmarrësve apo përfaqësuesve nga provincat, më thënë,
ndahet kuotat të shpërndahet ndër provinca. Ndarje gjeografike. Po ashtu e gjeografike. Administrative. Po duke përfshirë kështu që edhe çdo kompësi pakicë kombëtare ka edhe për faqesues të tyre. Edhe përfshirë edhe i kushton më shumë rëndësi faktikisht njerëz të shtresës së bazë. Ndërsa nga konferenca konsultative politike, kryesisht të vjen nga përfaqësuesi partive të tjera jo komuniste, se ne vetëm në Kinë ka disa parti tjera jo komuniste, edhe disa personalitete të njohura në qarqet e ndryshme, po pa parti. Kështu që po, prandaj Asamblea Popullore i kushton më shumë rëndësi përfaqësimin e njerëzve në shtresës së bazë, kurse konferenca konsultative i grumbullon në më shumë opinione nga ekspertët, nga përfaqësuesit nivelit të më të lartë, nga qarqe ndryshme, kështu që mund të mburojnë në interesat të gjithë shpresave. Po, prandaj edhe grupi i përfaqësuesve është shumë i madh. Shiko, në mars të çdo viti organizohen ose zhvillohen në Pekin 2 sesione. Ne themi janë sesione vjetore më të rëndësishme për jetën politike të kinezëve. Po, edhe për të hartuar planifikimin të vitit, edhe për të diskutuar të gjithë gjërat më të rëndësishme gjatë vitit, të me thënë. Edhe tashi ka hapur për këtë vit, të me thënë. Përfaqësuesit janë goxha të shumë, sepse duhet të përfaqësojnë 1.4 miliard popujve. Një 5.000 veta, të me thonë grumbullohen në Pekin për 2 sesione, edhe një pjesë prej tyre janë femër. Po, edhe kemi bërë dhe në misionet të tjera që ka ardhur gjithmonë duke u rritur numri si deputeteve të Asamblesë Popullore Kombëtare, ashtu të konferencës konsultative, kështu që do të thotë edhe sasia përkthehet në cilësia, apo jo, domethënë edhe çështjet e grave sigurisht do të mbrohen më mirë, sa më shumë përfaqësues të grave. Ky është edhe një shembull të pjesëmarrjes së femrave në jetën politike të Kinës. Po, edhe nga ana ligjvënëse mund themi se sot me që flasim për mbrojtjen e drejtave të femrave, edhe faktikisht këto 2 organe ka luajtur rol shumë të rëndësishëm, sepse çdo ligj kështu që miratohet nga Parlamenti kinez ta thëmë se duhet duhet të kalojë në miratimin, shqyrtimin në këto 2 organe. Specifikisht për shembull një ligj i mbrojtjes së drejtave të femrave që u rishikuar në vitin 2022, në të cilën është qartësuar edhe mbrojtje të mëdejshme për femrat në fusha si punësim, martesë edhe trashëgimi i pasurive e pronësi nga prindërit. Në çdo edhe nga buri, domethënë familjarë, ta them, po. Po edhe duke shtuar edhe një çfarë rregulla të reja për ngacmimin seksual në vend të punës. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Po, meqense ky ligj, domethënë, po ndjek prirjen e kohës, po ndjek çdo ndryshim, domethënë, të mundshëm që mund hasim. Kur shkon më detajohet ligji, kjo do thotë mbrojtje më e mirë për të drejtat e femrave. Po, shumë mirë. Duke folur për pasuri, foli sapo Zana, kjo është një gjë shumë e rëndësishme për çdo femër, sepse roli i femrës në shoqëri është pak i veçantë, sepse duhet të kujdeset edhe për familjen, edhe ka edhe kërkesë të vetë për çështje, do të thënë për punë, për të treguar cilësi ose vlerë të vetë në këtë shoqëri. Por kështu doli një kontradikt, do të thënë në këtë torë është familje, në torën tjetër është punë, edhe është gjithmonë në pozicion shumë të vështirë. Pikërisht edhe për këtë arsye, domethënë shumë femër heq dorën nga puna, edhe po rinë në shtëpi për të kujdesur familje, por më në fund humbi edhe respektim të burrit, humbi edhe pasuritë vetë. Prandaj si për shembull ligji civil ka një kapitull të veçantë vetëm për garantimin e femrave, domethënë pa punë, që rrinë në shtëpi, nëse të divorcohen, si të garantohet të drejtat të tyre, për pasuri, për çdo anë. Edhe
edhe në shumë zonë, sepse ju dinë që femra janë shumë të fuqishme, mendoj se ka një universitar këtu, prandaj në shumë krahine të Kinës, qeverit kanë nxirë politika të favorshme për krijimi e femrave, krijimi e çështjeve të femrave. Për shembull, me kredi, me interes shumë të ulët, ose politika të favorshme, ose ose politika të favorshme vetëm për femër, për shembull për arenën e punës, për me qira shumë të urët, për një vend të punës, shumë. Edhe, të gjitha këto për të inkurajuar ato femra që kanë kërkesë ose ambicje ose aftësi për të krijuar një çështje të vetë. Kështu që kjo tashi në Kinë jo vetëm në një provincë ose në një qytet, është një politika mendoj se është të zakonshme në shumë krahina të Kinës. Po kjo vërtet ka ngritur në mënyrë të ndjeshme statusi ekonomik të femrave kineze në shoqëri, siç tham Vera, dhe ne me sa që dim ne në shumë provinca janë krijuar qendra të tilla për të ofruar qoftë trajnim profesional, qoftë edhe vend me qira shumë të ullët për punë, qoftë edhe kredi shumë të ullët bankare për të ndihmuar femrat të nisin biznesin e vet. Po. Jo vetëm në ato qytete të mëdha, sidomos për ato pakisa kombëtare, domethënë ato që jetojnë në male ose në zonat të thella. Po, rurale. Ka më të vështirë. Po. Tashi janë femrat aty që jetojnë aty janë të marrin kualifikim, domethënë. Po. Edhe çështja e arsimit është i pamungueshëm në temën e sotme, se përveç zakonisht në shoqërinë tanishme, në botën tanishme, pa njohuri, pa ndonjë mjeshtri, është i pamundur për të gjetur një punë të mirë, duke mos përmendur përmirësimin e kushte ekonomike dhe një personit, sidomos për femra. Kështu që në Kinë është kushtuar dhe shumë vëmendje për ngritjen e nivelit arsimor të femrave. Edhe pikërisht me ndihmë, me mbështetjen e organeve ligjvënëse apo organit konsultative politik janë zbatuar një sër projektesh në përmasën kombëtare, jo për shembull në një zonë, por duke financuar shumë vajza të vogla që të jenë në gjendje për të ndjekur shkollë. Edhe një shifër e ndjeshme mund shifet edhe nga të dhëna statistikore, të cilat të tregojnë se tani studente në universitete ose në shkollat të larta kineze, përqindja e tyre është 52%. E kalon të djembe. Vajzat studente e kalon shumë lajmi. Shumë njerëz thonë se vajzat janë shumë punëtore, po faktikisht kjo nga një anë tregon edhe përgushtimi i qeverisë për të ndihmuar femra në këtë drejtim. Është lajm i mirë, sigurisht edhe po ngrihet numri i antarëve të akademisë shkencave kineze edhe të inxhinierisë kineze. Kjo ka treguar shumë edhe ne vetëm nobeliste. Tujuju, ajo zonja, ka filluar Nobelin për shpikjen në ilaçe, femra është. Dhe kjo është një shembull i tjetër dhe një gjë tjetër që po jemi duke edukuar edhe brezin e ri për të përhapur konceptin e parazisë gjinore. Po, si që e thatë edhe ju të dyja, që jeni vetë shembulli më i mirë i... Faleminderit të tani. Se jo për ashtu, po edhe i ndërthurjes së kësaj mbajtjes së familjes dhe punës, karrierës, këtu jeni shumë të mira në të dyja drejtimet. Por domethënë gjendja e, siç e thatë, gjendja e gruas është e pasqyron dhe nivelin e emancipimit, qytetërimit të një shoqërie. Mua më pëlqen gjithmonë ajo është thënia kryetari Mao Zedong që gratë zënë gjysmën e qiellit, përbëjnë gjysmën e qiellit, ndonjëherë më shumë ja këtu ju përbëni 2/3 edhe më shumë se unë. Tani ne kemi një gjysmë qiell, kështu që. Ju keni 2/3 qiell dhe më shumë se unë vetëm ju flisni më shumë, unë vetëm bëj një pyetje, po domethënë thash që vërtet roli, gjendja e gruas në Kinë ka ardhur gjithmonë duke u përmirësuar, roli i saj në shoqëri ka ardhur gjithmonë duke u ngritur, duke u forcuar dhe le të shpresojmë që edhe në vendet të tjera vërtet gratë të zënë gjysmën e qiellit,
të zhduket diskriminimi ose të paksohet pakën diskriminimi gjinor dhe të mbrohen të drejtat dhe interesat e vajzave dhe të grave. Kaq ishte trio për sot të dashur miq. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim herën e ardhshme. Mirupafshim. Mirupafshim.